هي جنة طاب وطاب نعيمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, ne me emrin Allahut Azza wa Jall edhe më tej vazhdojmë të jetojmë disa çaste me të dërguarin Allahut, me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që të njihemi përsa afërmi me sprova që Allahu Azza wa Jall sprovoi pejgamberin Allahut, dhe si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më të sprovuarit janë pejgambert e Allahut dhe ata që i përngjajnë atyre. Pra treguam dersin e kaluar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri një marrëveshje me mushrikët e Mekës, dhe në këtë marrëveshje kishin disa nena që i dhruan shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në veçanti që transmetohet nga Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu. Megjithatë, në fund u pajtuan, pasi që Allahu Azza wa Jall, duke u kthi pejgamberi Allahut prej Mekës, i penguar që të hinë në vendlindjen e tij, i penguar që të hinë xhamin që të adhuron Allahun Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall e përgëzon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku në mesin e rrugës ja zbret një sure që kapitulohet Suratul Fath, që thot Allahu Azza wa Jall, inna fatahna laka fathan mubina. Ti o Muhammed, vërtet të përgëzojmë me një çlirim të madh. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, marrëveshjen e Hudejbiyes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e konsideroi çlirim, dhe kjo do të vërtetohet në historinë e pejgamberit Allahut, nga se vetëm 2 vite armpushim që pat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kaluan në Islam më tepër se 10.000 njerëz. Në luftën e Hudejbiyes, apo në marrëveshjen e Hudejbiyes, morën pjesë 1400 sahabi, ndërsa çlirimin e Ka'bës vetëm pas 2 viteve morën pjesë me pejgamberin e Allahut dhe 10.000 sahabi, që tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte që zbatonte urdhin e Allahut, dhe shokët e pejgamberit Allahut ju bindën urdhit të Allahut. Bereqeti ishte në motojën semi'na wa ata'na, ndëgjuam dhe respektuam. Pra atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kthim prej Hudejbiyes e pyetën pejgamberin Allahut dhe than, a kjo është çlirim? Tha po. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por sa të arrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, fillojnë arabët grupe që ti bashkangjitën dinit Allahut Azza wa Jall. Dhuja rasti dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të dërgon mesazhe tek mbretërit e asaj kohe. Dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çdo vend. Dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çdo vend shokët e tij me mesazhe që t'i ftojnë në Islam. Dhe Allahu Azza wa Jall deshti që mrena 2 viteve të i bashkangjitën shumë jo besimtar Islamit dhe të kaloj në Islam.
Kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, njëri nga ato që e pranoi Islamin ishte edhe dhondri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebul As ibn Rabi', që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e patmor Zejnepin 6 vite në Medinë. 6 vite në Medinë Zejnepi as nuk ishte me Ebul Asin, me dhondrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e as që ishte ndar nga ai. Pra që ndroi Zejnepin shtëpinë e pejgamberit Allahut, pasi që burri saj nuk e pranoi Islamin, 6 vite radhazi. E pastaj don Allahu azza wa jall që në fund të vitit 6 dhe në fillim të vitit 7, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rikthen Zejnepin, vajzën e tij më të madhen, ja rikthen Ebul As ibn Rabi', pasi që e pranon Islamin, pa lidh kontrat martese të re. Pa lidh kontrat të martesës së re, që nën kupton se Zejnepi ende ka pas një kuror, apo pejgamberi Allahut e kthen me atë kurorën që e ka pas të lidhur në gjahiliet, apo e ka pas të lidhur para Islamit. Zejnepi kthehet tek dhondri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të jeton vetëm një vet me dhondrin në Islam, ku Allahu azza wa jalla gëzon Zejnepin me një vajzë e quajtur Umame. Vetëm kalojnë 1 muaj apo 2, vdes vajza pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vitin e 8 të hijretit. Sprovohet thell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku vajza e tij që qëndroi e ndar nga burri i saj 6 vite radhazi. Pastaj u kthi dhe lindje një vajzë. Ja la një mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Umamen që pejgamberi Allahut shpeshherë e mirte në namaz dhe bante namaz bashkë me Umamen. Kjo është mesa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vajza e Zejnepit, dhe vdiq Zejnepi radiallahu ta'ala anha, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam goditet thell me vdekjen e vajzës e tij, Zejnepit, ku e urdhnon umatien që ta përgatit gjenazën e Zejnepit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hek me shkmishën e tij dhe urdhnon umatije që t'ja mbështjell Zejnepin, dhe vorros pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Zejnepin në Medinë. Pra provat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vazhdojnë të jenë të njëpasnjëshme. Pejgamberi Allahut goditet me çdo sprovë që mundet njerëzimi të i përjeton ato sprovë. Nëse dikuj ka met do një mes, që ka met mesa e tij pas vdekjes së vajzës e tij, kjo ndodhi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe në muajin Muharram, në fillim të muajit Muharram, pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ban marrëveshje dhe armë pushim me Mekasit, fillojnë që i futet televizin të gjelozojnë ndaj pejgamberit Allahut, edhe në Khajber, edhe pse ishin këto vende nga dishullin arabik, bishin komplote të njëpasnjëshme ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vendos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në muajin Muharram të merr rrugën për Khajber bashkë me shokët e tij, që të jep mësim një herë dhe për gjithmonë që i futëve, për shkak se ata nuk e morën mësimin e mjaftueshëm duke qenë në Medinë. E shkon pejgamberi Allahut në luftën e Khajberit. Pejgamberi Allahut i shoqëron shokët e tij në luftën e Khajberit. Luftën e Khajberit tentohet që të mbytet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse nuk vdiq pejgamberi Allahut, në rastin ku ja banën kurthin pejgamberit Allahut, megjithatë kjo është rasti që vdiq dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej këtij rasti. Për ata kanë thonë disa që manifestimi me vludit që manifestohet në mesin e muslimanëve të shkret, është zanafile që i futve, gaze që i futet janë gëzu me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pretendojnë dhe mendojnë se që i futet janë ata që e kanë mbyt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo janë rasti që transmeton Imam Bukhariu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë në Khajber, një grua e quajtur Zejnep e bia Harithit pregadit një dele, e pjek një dele, dhe pyet se cila pjesë e delës
është më e preferuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I tregojnë se pjesa më e preferuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është patlla. Elmon devën kjo gru dhe elmon më tepër shpatll dhe ja gostit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i fton të pranishmit shokët e tij, kur mesin e të cilëve ishte edhe Bishr ibn Bara, ulen që të hajnë delën, e merr një kafshat, Bishr ibn Bara dhe gëlltit, dhe merr një kafshat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e gëlltit, nga se flet ashti dhe thot, mos hani se jam i zerrum. Pra vëllezër të ndershëm, pejgamberi Allahut e nxjerr kafshatën dhe thot, ndaluni dhe mos hani, për shkak se e kanë almu devën. Mirë po Bishr ibn Bara ishte që e gëlltit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhnon që të grumbullohen çifutët, mbledhen çifutët dhe i pyet pejgamberi Allahut dhe i thot, unë do t'ju pyes diçka, ato do të më tregoni drejt. Ta do tregojmë drejt. Thanë, kush është baba ju? Kush është stërgjishi ju? Prej nga e keni prej ardhen? Ta e kena prej ardhen, baba jonë është filani, biri filanit. Ta pejgamberi Allahut gënjejtët. Baba ju janë filani. Thanë të vërtetën e thave. Ta prap do t'ju pyes diçka, do të më tregoni drejt. Ta do tregojmë drejt. Edhe nëse të gënjejmë, do të na zbulosh. Tha, kush janë banorët e zjarrit? Çifutët i përgjigjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thojnë, na do t'jim pak në ta, do të dalmi e pastaj ju do t'jetni në ta. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti, se pasha Allahun nuk ju zaventojmë asnjëherë në zjarr. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'ju pyes edhe diçka, do të më tregoni drejt. A është e vërtet që ju e keni elmun këtë mirë që ma servut? Thanë po. Tha pejgamberi Allahut, pse e banët? O përgjigjen që i fotët dhe thanë, elmuam mishin dhe thamë, nëse je gënjeshtar që pretendon, se je pejgamber dhe gënjen, do të mbytë të ki helm dhe do të rahatomi prej teje. Ndërsa nëse je pejgamber, tha unë ka mundësi të bandam dhe kjo do të tregon. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashti foli dhe më tha, se mos më hani se jam i helmum. E pastaj pejgamberi Allahut, në fillim e fali këtë gru, e pastaj vdiq Bishr ibn Bara, si viktim i këtij komploti. Pejgamberi Allahut urdhnon që të mbytet kjo gru. Megjithatë, kjo ishte rasti vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që transmeton Imam Buhariu në Sahihun e tij, dhe Imam Ahmedin musnedin e tij, nga Aisha radiallahu ta'ala anha, që pejgamberi Allahut në smunjen e tij thonte, ende një pengesat, ende i ndi pengesat, nga kafshata që e mora dhe ngrana në luftën e Khajberit, dhe po mendoj se da mort kam i mi këput tash. Para dulledhët të ndërshëm, ndon Abdullah Mesudi se pejgamberi Allahut ka ra shahid, për çkak se ka qenë viktim e këtij helmit, dhe thot Enes ibn Malik, pas këtij rasti, ja kam pa nofullën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që helmi i rrezikshëm kalon gjurmë në jetën e pejgamberit Allahut deri në vdekje. Pra Allahu të ndërshëm, sprovohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në këtë formë. Helmohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga dora që i fotë, pra s'ka sprovë që nuk e shijoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë ban të dorim dhe nuk u ankonte. Vazhdon të davetin, vazhdon të që të i thërret njerëz në rrugën e Allahut azza wa jall. Dhe dërgon pejgamberi Allahut Hatib ibn Abi Balta në Egjipt për ta ftuan mbretin e tyre, që e kishte epiqendrën në Iskenderi, e që dërgoi që ta fton në Islam. Nuk jo përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e pranoi mesazhin e pejgamberit Allahut, megjithatë e nderoi pejgamberin Allahut, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dërgoi Diro Bresha, i dërgon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një gomor, ja dërgoi pejgamberit Allahut dhurat dhe një mushk,
i dërgoi disa dhurata të çmuara pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dirobreshët që ja dërgoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vitin e 7 të Hijretit ishte Marje, Kiptia dhe motrën e saj Sirinin. Këto të dyjat erdhën në Medinë dhe pranuan Islamin. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e liron Marian dhe e marton. Gjithashtu ja pa dërgu gjithashtu një shërptor që ishte gjali Axhës së Marias, gjali Axhës së Marias, që jetoi në shtëpinë e Marias në Medinë. Pra vëllezër të ndershëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam marton Marian, ku Allahu azza wa jall e gëzon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me gjallë, dhe i lindi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një gjallë. Si do të e marton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e martoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam djalin e tij me emrin e babës të pejgamberëve, që më tepër i përngjante pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij, a ishte Ibrahimi alayhis salam, dhe gjali i tij pejgamberit Allahut më shumë i përngjante pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë dhe ky gjallë nuk jetoi më shumë se 6 vite dhe i vdes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në moshën kur e përgdhelte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe gëzonte kur e shifte vdiq Ibrahimi, gjali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe gjali vetëm në atë kohë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku e mor pejgamberi Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja nisi me çajt. Abdurrahman ibn Aufi e shef pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke çajt dhe thot ja Rasulullah po çan. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal ayna la tadma, vërtet sinjt janë që lëtojnë dhe zemra vërtet pikallohet dhe mërzitet. Loton sini, mërzitet zemra. Mirë po nuk e themi atë vetëm Allahu që është i kënaqur. Wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dhe ne me ndarjen tonë o Ibrahim, vërtet jemi thellë të pikëlluar, vërtet jemi thellë të pikëlluar. E ishte Maria që ja dërgoi Muqawqasi, ndërsa motrën e saj Sirinin ja dhuron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Hassan ibn Thabitit, poetit të tij që e mbronte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që e mbronte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me vargjet dhe poezitë e tij. Dhe ati lind Hassan ibn Thabitit, Abdurrahmani, ditezakat Ibrahimi dhe Abdurrahmani jetuan një periudhë në Medinë. Dhe të ndershëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përballonte sprovat, i kalonte sprovat me dorim dhe sabër, vazhdonte rrugën e davetit, vazhdonte rrugën e thirrjes, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk la vend, nuk la qytet, nuk la fshat, nuk la vend banim, vetëm të dërgon thirrës në rrugën e Allahut azza wa jall. Na tregon Ebu Musa Eshariu radiallahu an, ta kemi marrë pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në betejë. A dini vëllezër, çka na rrëfen Ebu Musa Eshariu? Na tregon Ebu Musa Eshariu dhe thot, pejgamberi Allahut me urën pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një betejë që u quajt beteja e fashëve. Ta e dini vëllezër, pse u quajt kjo beteja e fashëve? Nga se Ebu Musa Eshariu, edhe pse rrëfeu dhe tregoj e pastaj u dëshpru pse tregoj, nuk e tregoj në mënyrë të ankesës, mirë po pastaj u duk se po ankohet. Tregoj Ebu Musa Eshariu, ta kemi marrë pjesë me pejgamberin Allahut me një betejë. Ishte vap e madhe, ishte edhe toka e nxehtë, nuk ishin veshmbathje e as këpuc. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një deve e ndronin 6 vetë, ta duke shkun këtë betejë në ranë thojt, o plagosën kom të shokëve të pejgamberit Allahut, o plagosët dhe kom të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o për gjakën qon kom të shokëve të pejgamberit Allahut në rrugën e Allahut. Tha pastaj i lidhëm me fasha komt, plej plagëve të mëdhaja, tha e mor emnin beteja e fashëve.
Pra u përgjekën shokët e pejgamberit Allahut. Iran thojt nga kom dhe gishtat e tyre, duke ftu në rrugën e Allahut, duke i ftu njerëzit në rrugën e Allahut. Dhe në transmeton Xhabiri, i cili thot, ka ndodhur në këtë betejë një rast i çuditshëm, ku disa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja kishin mbytur një gru, një mushrikut, e pastaj duke u kthyer nga kjo betejë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush do të na ruan sonte? O paraqitën vullnetar një ansari dhe një muhaxhir. Transmeton Ibn Ishami, i cili thot, nga ansarët ishte Ubad ibn Bishr, nga muhaxhirët ishte Ammar ibn Yasiri. Tha, ne do të rujmë ja Rasulallah. E pastaj diskutuan mes tyre dhe than, i thot Ammar ibn Yasiri, i thot Ubad ibn Bishrit, a do të rujsh në pjesën e parë të natës, apo në pjesën e dytë? Tha Ubad ibn Bishr, unë do të rujnë në pjesën e parë ti po shoh. Bjen të flenë Ammar ibn Yasir, flenë dhe pejgamberi Allahu, flenë dhe pushojnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vjen mushriku dhe heton Ubad ibn Bishr, e kupton se është roja e tyre. Mirë po Ubad ibn Bishr ishte në namaz, ishte duke i bën namaz. Na transmeton Xhabir ibn Abdillah, e godit Ubad ibn Bishr jo besimtari. Pasi ta godit Ubad ibn Bishr, ai nuk lakmonte që ta prish namazin. E këqi gjetën, vazhdo namazin, plagët rredhin gjak, dërsa ai ban të namaz, e lexon vazhdon e godit për së ditë, prape ek, që gjetën dhe vazhdon namazin e tij, të tretën herë ban ruku dhe ban sejdë. Zgjon Ammar ibn Yasirin që thot Ammari, çka me pa? Ubad ibn Bishr i mbushur me gjak. Dhe po i tham, ja Ubad, pse s'm zgjove më herët? Tha, e kisha një sure, kisha dëshirë ta përfundoj. Tha, mos më shkekush të kujtu se pejgamberi Allahut na patlon emanet ta ruajmë. Ta pasha Allahun, ma i kënaqëm kam qenë që të vdes në namaz, se sa ta shkurtoj namazin. Kjo ndodhi në Ghazwatu Rajia, që i thohen betejë e plagëve. Gjithashtu në këtë betejë, bereqeti familjes e Ebu Bekrit ishte shkak që zbritën ajetet e tejemumit. Na transmetohet nga Aisha radiallahu anha, e cila mori pjesë gjithashtu në këtë betejë, dhe thot, ishmi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke u kthi prej kësaj betejë, duke u kthi pasi që Allahu azza wa jalla çon bereqet. Dhe në këtë betejë nuk vran shokët e pejgamberit Allahu duke u kthi. I humb gjerdani Aishës radiallahu anha, qaforja e humb Aishës. Pejgamberi Allahu ishte i sjellshëm, i cila Aisha tregon dhe thot, Aisha ishte interesum të gjenë gjerdanin dhe të gjenë qaforën e saj. I ndali muslimanët, i ndali shokët e pejgamberit Allahut me një vend që nuk ish ujë, e as me vetës patën ujë. Pejgamberi Allahut holëmtonte bashkë me Aishën radiallahu ta'ala anha që të gjenë gjerdanin e saj. Derisa Aisha radiallahu anha ta u lodh pejgamberi Allahut dhe ran prenin tim. U ankuan shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek Ebu Bekër Siddiku, dhe i tha, një Ebu Bekër, bia jote Aisha na ka ndalë dhe bo shkak që të ndalmi në këtë vend. S'kemi me vete ujë, e asë s'ka në këtë vend ujë. Shkon Ebu Bekri radiallahu anhu, i dhëruan me Aishën, dhe shef pejgamberin Allahu duke pushur në prenin e saj. E qërton Aishën thellë dhe jam shon Aishës. Aisha radiallahu anha thot, nuk lëvizsha dhe nuk isha dëshirë që të lëvizin nga se pejgamberi Allahut ishte duke pushur në prenin tim. E pastaj zbritën ajetet e tejemumit. Aisha ishte sebeb që të zbresin ajetet e tejemumit. Tha, kur e ngritën devën, e panë se gjerdanin Aisha radiallahu anha e kishte në ndeve. Pasaj vazhduan rrugën që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të kthehet në Medinë. Dhe pregadit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e 8 të Hijretit, në muajin Xhamadul Ula, në muajin e 5 me radhë të Hijretit,
pejgamberi Allahut përgatit një ushtri që do të merr pjesë para në herë. Çokët e pejgamberit Allahut do të ballafaqohen me romakët, nga se pejgamberi Allahut i dërgoi në këtë vend, në Jordanin e sotëm, me një vend të quajtur Mu'te, dhe mërtohet kjo betejë, Ghazwatu Mu'te, betejë e Mu'tes. Edhe pse zakonisht të gjithë betejat që ka marrë pjesë pejgamberi Allahut i kanë thonë Ghazwa, ndërsa në ato qeta që s'morë pjesë pejgamberi Allahut i kanë thonën, nuk i kanë thonë Ghazwa, mirë po i kanë thonë qetë që i ka marrë pjesë. Megjithatë kjo u martu Ghazwa, edhe pse pejgamberi Allahut nuk mor pjesë. Pse u martua me emrin Ghazwa? Edhe pse pejgamberi Allahut nuk ish me trup prezent. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ish prezent me shpirtin e ati. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte me ngjengjet e tij prezent me shokët e tij. 3000 ushtar pejgamberi Allahut i përgatit që do drejtohen në veri të Medinës për t'i dhënë mësim një herë dhe për gjithmonë të gjitha të afisëve që ishin aleat me romakët dhe bashin komplot kundra muslimanëve, pengonin rrugën e Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përcakton dhe komandantët. E zgjedh komandant Zeid ibn Haritha, të dashurin e tij që në ditë e martonin Zeid ibn Muhammed, Zeid i biri Muhammedit, që pejgamberi Allahut e pas zgjedhën një ditë bir shpirti, e pastaj Allahu e ndaloi që dikush të merr dikan tjetër dhe të ban bir shpirti. Zeid ibn Haritha, dhe pejgamberi Allahut përgatit ushtrinë, i ornon që të kenë frikë Allahun azza wa jall, i drejtojnë drejt në veri, dhe thot komandant do t'jetë Zeid ibn Haritha. Nëse mbytet Zeidi, komandën do t'a ban, do t'a merr Jafer ibn Abi Talib. Nëse vdes Jaferi, do t'a merr komandën Abdullah ibn Rabah. Bashkët jo Allahu dhe drejtonu. Drejtojnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në veri, derisa ju vinë lajmët se romakët ju kanë bashkangjit dhe fkiftir e fisë arabe, në umri së cilë është 100.000, 3.000 me 100.000, të bohen dhe grumbullohen. Shokët e pejgamberit Allahut dhe thojnë, të i qojnë mlajmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të njoftojmë se romakët gjithashtu janë bashkangjit në këtë betejë, në umri së cilë është mbi 100.000, të njoftojmë pejgamberin Allahut, ose në qonë përforcim, ose pejgamberi Allahut na këshillon. Ndërhin Abdullah ibn Rawaha dhe i thotë, jo burra, përse dolet nga Medina, a nuk dolet që të korni sukses njënën prej dyve, ose xhennetin e Allahut të fitoni, të vdisni dhe të shkoni xhennet, ose të korni fitore prej asaj të cilën, për atë të cilën dulen të kërkoni prej asaj po hikni. Të gjithë thanë, të vërtetën e tha Abdullah ibn Rawaha, ju mbështetën Allahut azza wa jall dhe vazhduan rrugën derisa u ballafaquan me armikun dhe luftuan. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte me ngjengjet me to në Medinë. Na transmeton Enesi dhe Aisha, na tregon dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u patul mimber çante dhe thonte, tash e ka komandën Zeid ibn Haritha. Luftoi Zeid ibn Haritha derisa u mbet. Tanti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të dashurin dhe mikun e tij, shërbëtorin e tij Zeid ibn Harithan, për shkak se u nda me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pa e pa. Tash e ka marr komandër Jafer ibn Abi Talib. Lufton dhe Jaferi informonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lajmet në Medinë dhe çante pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. To Jafer ibn Talib ibn Abi Talib po lufton. Pastaj tha u vra dhe Jaferi. O vritë dhe Jafer ibn Abi Talib. Pastaj tha e merr komandën Abdullah ibn Rawaha. Luftoi dhe Abdullah ibn Rawaha dhe vdiq Abdullah ibn Rawaha. Dhe Abdullah ibn Rawaha. Kaq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pat këshillu me komandantët, kanë do të zgjedhin tash. E zgjodhin Khalid ibn Walidin. Dhe Khalid ibn Walidi si thot, nuk më kanë thi ma shumë shpata me një betej prej betejëve se sa në Ghazwatul Mu'te.
Nën shpata i ka thi Khalid ibn Walid, që thot Ibn Hajar Asqalani, nuk kanë vra muslimant armik të Allahut ma shumë, se sa mbetejën e mohte Khalid ibn Walid, strategi, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tash e ka marrë komandën Khalid ibn Walid, shpata prej shpatave të Allahut, shpata prej shpatave të Allahut, tërheqet Khalid ibn Walidi, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fitoi betejën. Tërheqja e Khalidit ish fitore në terminologjin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Parat një njeri tha mora rrugën që të kërkoj ditori prej nga dishullin arabik në kam në Indi. Ta kur më rina në Indi, ta ina me një xhami, ola që të manë mësimin e parë. Ta e pash një hoqë duke sqaru dhe duke dhonë nasihat. E kish temën për Khalid ibn Walid, shpatën prej shpatëve të Allahut, dhe parashtron pyetjen hoxha dhe thot, na tregoni pse Khalid ibn Walidi që mor pjesë ma shumë se 100 beteja, në fund vdes Khalid ibn Walidi në shtrat, pa shurtësia dhe i këmetit. Pse Khalid ibn Walidi vdiq në shtrat, tha heshtën të pranishmit, na u përgjigj hoxha dhe tha, nga se pejgamberi Allahut e ka martu shpat prej shpatëve të Allahut, se kur Khalid ibn Walid të kishë ra shahid, do të thënë të shpatë e Allahut, kush ka fuqi që ta thënë shpatën e Allahut. Ka shurtësia dhe i këmetit, që Khalid ibn Walid nuk vdes shahid në betej, po Khalid ibn Walidi vdes në shtrat, dhe tha Khalid ibn Walidi një fjalë, tha nuk ka pjesë të trupit që nuk e kam pas të plagum, ja pra, po vdes në shtrat si kur gjëngor devja, mos po shofshin as një herësit e frigacakave. Pra leo të ndërshëm, Khalid ibn Walidin e marton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpat prej shpatëve të Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që të njoftohen me vdekjen e tyre, shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te familja Xhaferit dhe jep gajret, i përgdhel dhe i pudh dhe loton pejgamberi Allahut fëmijët e Xhaferit, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përgatitni ushqim për familjen e Xhaferit, se i ka një sprov që janë të prekopum dhe të angazhum. E boni sunet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që familjarëve që i vdes dikush, që të afërmit, fqinjët, që t'i miqt e tyre, që të përgatitin ushqim, e jo ato të përgatitin ushqim. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi çdo sen. Në vitin e 8 kaluan dhe Gazwatul Mu'ta, kaluan shumë beteja, që shokët e pejgamberit Allahut në këtë periudhë zhvillonin, erdhën në muajin Shaban, që të vjen lajmi në vitin e 8 të Hijretit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Qurayshit e kanë prish marrëveshjen, se e thjen besën dhe e prishën marrëveshjen Qurayshit. Dhe të ndërshëm, në marrëveshjen që e boni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Hudejbie, kishin të drejta fiset arabe, që ata që dojnë që të hinë aleancën e pejgamberit Allahut, mund të hinë dhe të bojnë aleat i pejgamberit Allahut. Dhe ata që dëshirojnë të hinë në aleancën e mushrikëve Qurayshve, kanë të drejtën. Pra nëse hinë në aleancën e pejgamberit Allahut dikush, ai që i ngacmon ata, e kanë ngacmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Banu Bekër, një fis pej fisat arabëve, bon aleat me Qurayshët, ndërsa sa fisi Khuza hinë në aleancën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një natë prej natëve, fisi Banu Bekër e sulmon fisin Khuza në rësirën e natës, dhe këtë komplot dhe këtë sulm e ndihmojnë Qurayshët duke thonë, ashtë nata e errët, dhe nuk i shkojnë informatat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberit Allahut i arrin informatat, arrin lajmet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Qurayshët janë që e kanë ndihmu fisin Banu Bekër, kundra fisit Khuza, që ishin në strehimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hidrohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk hidrohet për muslimanët. Fisi Khuza nuk ishin musliman,
vetëm ishin strehimore në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja pra pejgamberi Allahut nuk do të rrethon. Pejgamberi Allahut ka qenë besnik deri në frymëmarrjet e fundit. Dhe i kanë thonë mësu muslimanët që të jenë besnik. Pejgamberi Allahut përgatit ushtri kundra Kurajshve që thien besën dhe thiet marrveshja. Shkon Ebu Sufjani në Medinë për të vazhdu marrveshjen. Shkon Ebu Sufjani arrin në Medinë. Troket të dera e bashkëshortës pejgamberit Allahut. Te vajza Ebu Sufjanit. Shkon te vajza e tij Ummu Habib. Troket në derë. Hin mrena Ebu Sufjani. Dëshiron Ebu Sufjani të ulet në shtratin kulul të pejgamberi Allahut. Ummu Habib, vajza Ebu Sufjanit, e tërheq shtratin e pejgamberit Allahut. Ebu Sufjani reagon dhe thot i bi, përse pe hek, tha për shkak se kin këtë shtrat pushon i dashuri Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ti e mushrik nejis, ti e një mushrik i dhujtar i papastër. S'kam dëshirë o baba im të ulesh në vendit kur ulet i dërguar i Allahut. Ta i vazë vërtet ka që prish. Prishën musliman, kur ta dojnë Allahun azze o gjell, kur ta kenë mitësin të për një me për Allahun, në mes njëri qetrin, dhe armitësin që duhet të kemë për ata të cilët Allahun azze o gjell e ofendojnë ditën dhe natën. O Muhabib, i tregon muslimanve një mësim se nuk ka lidhje falefisnia këtë rast, nëse anë pyetje dini Allahut azze o gjell. O Muhabib, i epsim dhe Ebu Sufjanit, që të respektojmë dhe të nderojmë mirë po, se ke punën të ulesh në atë vend ku ulet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vend të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i flet Ebu Sufjani, që ka ndodh një gabim, ka ndodh një lëshim, ka ndodh dhe ka ndodh. Pejgamberi Allahut hesh nuk flet. E shiqon Ebu Sufjanin dhe thot e Aba Sufjan, a ruat se ne jemi besnik dhe nuk e thajmë besën. Ne nuk tradhtojmë, dhe ata të cilët tradhtojnë do ta morin me dënimin e merituar. Hesht pejgamberi Allahut nuk flet. Shkon te Abu Bekri Abu Bekr, ndërhit te pejgamberi Allahut, se e kam pa të dërguarin Allahut të i dhëruar. Abu Bekri thot pasi a i dhënu pejgamberi Allahut së mujnë të ndërhi. Shkon Ebu Sufjani te Omeri. Ja Omer, ndërhin te pejgamberi Allahut, thot Omer ibn Khattabi radiallahu an, unë e menzisi jam të e pritat dit që ta thani marveshjen, se pasha Allahun, mos me met me mu ushtar, vetëm bubreca do t'ju luftoj Aba Sufjan. E pres një ditën e tradhtis tuaj, o ju tradhtar se nuk keni mundësi tradhtarët të majnë besën. Pra e shef se Omeri dhe ma i rep qkon të Alio, radiallahu an, dhe lutën nga Alio të ndërhin të pejgamberi Allahut, thot Alio radiallahu an, hos mund të ndërhi të pejgamberi Allahut, për çka kësa është i dhru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që nuk e kemi pa të i dhruar sikur sot, ndërin të Fatimja, dhe thot më strehoja Fatime, nga se nëse strehon ti e bia e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Fatimja thot nuk mujt të strehoj atë që nuk e strehon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kthehet Ebu Sufjani në Mekë, i dëshpëruar dhe e pyesin me kasit dhe ja jep lajmet. Megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam planifikon dhe përgatit ushtri dhe nuk e publikon këtë ushtri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që jamësin Mekës, nuk e publikon se ku do t'jamësije, derisa Abu Bekri hin të Aisha radiallahu anha, e shef Aishën duke si të mil, e pita Aishën dhe thot ja Aishe, qka është ki mil që po e sit, val mos jet duke bon do një pregaditje për pejgamberin Allahut, ta po, o ja Abu Bekr, pejgamberi Allahut, është duke u pregaditu, tha ja Aishe, ku e ka për qëllim dhe kanë e ka sinim, tha nuk na ka njoftu neve që t'ju njoftoj juve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pregaditu shtrihen e pastaj publikohet lajmi se pejgamberi Allahut don kamësie mushrikëve mughorejshve që e thien besën Hatib ibn Abi Balta, një sahabi i ndershëm që mor pjesë në luftën e Bedrit, e merr një shkresë
dhe ja dërgon me kazvë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ban pregaditje të ushtrisë. Dhe pejgamberi Allahut njëtohet me këtë letër që ja dërgon Hatib ibn Abi Balta, ornon Ali ibn Abi Talibin, ornon Miqdad ibn Aswadin dhe disa sahabi që të shkojnë të zonë filan veni një grua që e bart një mesazh të Hatib ibn Abi Balta. Arrin Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, Zubair ibn Awami dhe Miqdad ibn Aswad e në zonë në qatë vend që ja përshkujti pejgamberi Allahut këtë gru. E ndali dhe thojnë në nxerë shkresë. Tha s'kam me vete shkresë. Thanë a do të nxerë shkresën apo do të gjveshmi nga teshat. Atere e zbulon kokën dhe në bishtin e saj e kish mshesh shkresën e Hatib ibn Abi Balta. E lexojnë shkresën e Hatib ibn Abi Balta që në ta përmban të informata që Hatib ibn Abi Balta ja dërgon të mushrikëve dhe njofton të se pejgamberi Allahut pregadit ushtri. Letrat e pejgamberi Allahut u lexua. Omer ibn Khattabi prezent dhe i thon ja Rasulullah, më lejo që këpus kokën këti munafikut. Pejgamberi Allahut thot dhe mehle një Omer, mos ditoja Omer, a din se Hatib ibn Abi Balta ka prezentu luftën e Bedrit. E ndoshta Allahu i ka shiqu ata që kanë morë pjesë në betejën e Bedrit dhe ju ka thonë, veproni shka të doni se Allahu ju ka falë. Efton Hatib ibn Abi Balta që të verifikon lajmin që ju ka ardhur pejgamberit Allahut, e pohon Hatib ibn Abi Balta duke thonë, ja Rasulullah, pasha Allahu nuk e kam bon këtë, nuk e kam bon këtë çështje që talon fen të braktisi fen tonë, e asë që kam pas dishim se ti do të nga vnjesh. I po ja Rasulullah, si që din, se unë kam afër në Mekë, dhe nuk e kam falefisin si që ka të madhë si që kanë të qertë. Kam pasuri në Mekë, që më kanë ngel, dhe ishta me këtë shkres, që të fitoj butësin e korejshve, që të mëruat familja dhe pasuria, që të mëruat familja dhe pasuria, a mo e kam ditë se shkresa ime nuk i sjell atyre dobi, nga se Allahu Azza wa Jall ti të ndimon. Që ka thobi Amiri Allahu të vërtetën e ka thonë Hatib. Të vërtetën e ka thonë Hatib ibn Abi Balta. Arsjeton për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Hatib ibn Abi Balta e pastaj të zbresin disa jetë. Në suratul Mumtahina, ajetët e para, që Allahu thot, ja ejuhalladhina amanu, la të të khidhu aduwi wa aduwakum awliya. O i që keni besu, mos e mirë një armikun tim dhe armikin tuaj mik. Mos e zëni armikun tim dhe armikin tuaj mik. En tulku i lejhim bil mawadda, që të shprehni dashurin dhe i tyre, wa kad keferu bima jaekum min al haq. E kurse ata janë që e kanë mohu atë që juve ju ka zbrit. Hatib ibn Abi Balta arsietohet si që kemi të regu në dersët e akidës. Arsietohet Hatib ibn Abi Balta me keq interpretim edhe se vepra e Hatibit ishte kufër. Mirë po Hatibi nuk bani kufr. Ashe mundur që njeri ju të ban vepër të kufrit dhe mos të del prej dinit Allahut Azza wa Jall. Ka është rruga e li sunnetit, xhamatit, që kemi sqaruar në manit detale. Pra Allah të ndërshëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur arrin lajmet se Hatibi, shoku i tij, dashamiri i tij, përkrasi i tij, luftëtari në luftën e Bedrit, çon informata, pikëllohet pejgamberi Allahut dhe arsjeton pejgamberi Allahut, o pa të mësu të arsjeton, e jo pejgamberi Allahut vetëm se të fajson. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e boni vëlla Hatib ibn Abi Balta, nuk e akuzoj Hatib ibn Abi Balta, pa u verifiko. Kjo është morali i lartë i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ata kur erdhi një rob te pejgamberi Allahut i Hatibit
dhe boni be pranë pejgamberit Allahut dhe tha, pasha Allahun, Hatibi ka për të hinë zjarë? Tha pejgamberi Allahut, ja, Hatibi është banor i xhennetit, ka marrë pjesë në luftën e Bedrit, Allahu i ka shequ ata dhe ju ka thonë, veproni çka të doni, se Allahu ju ka falë juve. Veproni çka të doni, se Allahu ju ka falë juve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk krijon armiqësi me një gabim ndaj Hatib ibn Abi Balta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja humb të mirat Hatib ibn Abi Balta, nuk e harron luftën e Bedrit. Nuk e harron mirësitë e Hatibit në luftën e Bedrit. Nuk e harron mirësitë e atyre që prezantuan në marrëveshjen e Hudejbjes, Bejatu Ridwan, besatimin e kënaqësisë së Allahut, pejgamberi Allahut, nuk i injoron mirësitë e muslimanëve, si këtë kohën bashkohore që po i harrojmë të mirat e të gjithëve, jemi bo si kormizat të cilët nuk ndalen vetëm pisliqe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arsjetoi Hatibin. Megjithatë vazhdojnë sprovat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon çlirimin e Mekkës, dhe normal se në çlirimin e Mekkës ka pas sprova të ndryshme, e ajo që ka qenë më i dheruar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur pas çlirimit të Mekkës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hin Mekke, e ornon, pasi të rënon idhoj, hin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mekke, fton Uthman ibn Talhan, Uthman ibn Talhan e fton. Vjen Uthman ibn Talha, dhe i thot, ja Uthman, ku i ke çelësat e Qabës, që ja Rasulallah, ja dorëzon Uthman ibn Talha, i cili s'pat kalua ende në Islam, ja dorëzon çelësat e Qabës, pejgamberit Allahut e qelë, Qabën e shef në ta ka figura, e shef Ibrahimin a.s. dhe Ismail, i shef këta të dy, duke qitë short, thot pejgamberi Allahut, jo valla, këta kur s'kan qitë short, hekni këto fotografi, dhe pejgamberi Allahut i në Qabë, duke thonë Allahu Akbar, dhe pejgamberi Allahut mes dy shtillave të parë, 6 shtilla ishin, pejgamberi Allahut i falë 2 rekat namaz, e pas ta i del pejgamberi Allahut, vjen Ali ibn Abi Talib, i thot pejgamberi Allahut, ja Rasulallah, na veço dhe na ban kujdestar të Qabës, na i do të zotë qelësë, thot pejgamberi Allahut, ku është Uthmani? Ku është Uthmani ibn Talha? Vjen Uthmani, thot ornoni, juve ju takojnë qelësat dhe në ditën e Kiametit. Fisit juaj, ju takojnë qelësat, sot është dita e mirësisë, sot është dita e besës, nuk është dita e tradhtisë. Pejgamberi Allahut i merr qelësat hin, e pastron Qabën, e pastaj ja dorëzon. Pastaj ndodh një ngjarje që e non pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Diskutojnë për një grua, Makhzumi, e cila kishte pat vjedh, mirë po ishte me fisit të lartë, dhe thonë kush do t'i flet pejgamberit Allahut, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta toleron. Pejgamberi Allahut ja fal, thonë më i dashurit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është gjali të dashurit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Usama ibn Zeid. Ja Usam, shko flit të pejgamberi Allahut, ndoshta pejgamberi Allahut ja fal, nuk ja pret dorën filan gruas që ka vjedh, nga se anë ka fisje i lartë. Shkon Usama ibn Zeid, te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ja Rasulallah, ta falsh filan gruan e cila ka vjedh. Pejgamberi Allahut i dhnohet dhe thot, e të shfah fi haddin min hududillah, po ndërmjeson për një vendim, të bëjmë vendime prej vendime të Allahut. Ja Usam, ndërmjeson për një vendim prej të vendime të Allahut. Hidrohet pejgamberi Allahut, i grumbullon, pasi që Usama ibn Zeid thot ja Rasulullah, kërko pe Allahut të më falë. Usama ibn Zeid, qëllimin e mirë, megjithatë i dhnohet pejgamberi Allahut, hidrohet nga se tentohet që të mirët në përkom vendimi Allahut. Ngritet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e man një fjalim dhe thot, u shkatruan ata që ishin para juash, për shkak se kur vjedh të njoni me famë, ja falshin, nuk ja prashin dorën. Kur vjedh të një varfër, e ndërshkonin dhe ja pranin dorën,
Wajmullah, pashallah, lau Fatimetu bintu Muhammedin sarakat, laqatatu ajedaha. Pashallah, Fatimja bia Muhammedit me vjedh, do t'ja pres dorë. Ka është Muhammedi sallallahu alaihi sallam, se në çështjen e ndëshkimit, nuk bën dallim, a bia vetë, a gjali vetë, a i afërmi vetë, apo është i largër, të gjithë pranë Allahut, pranë vendimit të Allahut të barabartë. Pra Allahu të ndërshëm, pejgamberi sallallahu alaihi sallam, çliron Qabën, qëndron pejgamberi sallallahu alaihi sallam, nën modit në Qabë. E pastaj kthen rrugën për të ardhur në Medinë. Rrugës i vjen lajmi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se fisi Hawazin, që ishin aleat me Kurejshet, kanë përgatitur shtri të madhe, kanë marrë me vete, i shoqërojnë gratë e tyre, fëmijët e tyre, pasuria e tyre, e kanë marrë me vete, që të ballafaqohen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Komandën e udhëheqke Malik ibn Auf, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejtohet drejt Thaqifit dhe Hawazit, drejtohet drejt Hawazinit, drejtohet drejt Hunenit. Sa ushtar morën pjesë me pejgamberin Allah, 12.000 ushtar. Asnjë betejë nuk ka pas numër më të madh se sa në këtë betejë 10.000 që e shoqëruan pejgamberin Allah në çlimin e Qabës dhe 2.000 nga ato që e pranuan Islamin, në mesin e të cilëve ishte Ebu Sufjani. Ishte edhe mesin e të cilëve ishte Ebu Sufjani. Megjithatë, Allahu Azza wa Jalla i sprovoi shokët e pejgamberit Allahut, nga se shokët e pejgamberit Allahut thonin, kemi qenë pak, kemi nga dhënje, sot jemi 12.000, elhamdulillah jemi shumë. Allahu Azza wa Jalla i tregoi praktikisht muslimanëve se ju nuk nga dhënjeni me numër, jo nga dhënjeni me devotshmëri. Për ata i hinin qef numrit tyre. Allahu tha në Kur'anin e Kerim, laqad nasarakumullahu fi mawatin kathir. Allahu ju ka ndihmuar në shumë betejë. Wa yawma Hunayn, dhe kujtone në veçanti ditën e Hunenit, idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum min Allahi shay'a. Ju pëlqejti numri juaj, a ju sjellni dobi? Do ke shku në Hunayn. Ran prit të Malik ibn Aunit, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ran prit. Kur ran prit, 12.000 vet hikën nga pejgamberi Allahut, nuk ngelen me pejgamberin e Allahut vetëm 80 apo 100 vet. Këto janë transmetimet të vërtet. Disa thojnë kanë me vetëm 10 vet. E pejgamberi Allahut këtë rast os provuran 12.000 vet. 12.000 vet. Hikën Abasi, agja e pejgamberit Allahut e tërheqte mushkën e pejgamberit Allahut, i cili ishte pejgamberi Allahut, në mushkën e bardhë hipur. Pejgamberi Allahut të parëndit i tregoj shokëve të tij trimërinë e tij. Abasi dhe Ebu Sufjani se në nalshin devën mushkën e pejgamberit Allahut, pejgamberi Allahut i u padvërsu armikut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për ata Abasi e kishte lanin e lartë, dhe tha ja Abbas, thiri shokët e mi. Pejgamberi Allahut luftonte dhe thonte, ana nabiyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, one jam pejgamber jo rren, one jam nipi Abdul Muttalibit. Dhe luftonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I tha Abbasit, theri ata që me ka dhënë besën në hijen e pemës për vdekje. Dhe Abbasi bërtet dhe thot, ja ashabu Samura, o ju që ja dhët besën në hijen e pemës. Bërtet Abbasi diher. Tha ndalën shokët e pejgamberit Allah, tha si kur lopa e cila shiqon viqin e vetë, kthehen të prapë. Pasaj pejgamberi Allah thot thëri ensarët, i thëret Abbasi ensarët. Pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thel Khazrejin pisin e Beni Harith.
dhe të gjithë kthehen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gavdjen muslimanët, dhe Allahu azza wa jall këtë rast e pceg Kurani Kerim. Dhe ku muslimanët në këtë betejë fituan pasuri të madhe, robëruan shumë njerëz dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam morën me vete pasuri të madhe. Sa ka qenë pasuria e tyre? Tregohet se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë fituar në gazve të Hunain më shumë se 6.000 deve. Më shumë se 6.000 deve. Më shumë se 14.000 dhen. Dukat. Pasuri, pejgamberi Allahut e grumbullon pasurinë e Hawazinit, për çka se ishin tregtar të më të mëdhej të arabëve, të cilin kishin aleancë me Kurejshit, dhe ato e mbizotëronin tregat që cilët funksiononin në Taif, mes Taifit dhe Mekkas dhe Mekë. Pasuri e madhe. Me gjithë ata pejgamberi Allahut prit, dorsa ato kthehen, e pranojnë Islamin, e dodhin e sprovë në lugë gjithashtu, pejgamberit Allahut duke shku në këtë betejë të Huneinit. Na transmetohet nga Harith ibn Malik, i cili thot, ishmi të ri në Islam, në Ramazan u çliru Mekë. Në 5 Shewal niset për Hunein, 10 Shewal arrin pejgamberi Allahut. Ndërsa Mekka u pat çliru me 17 Ramazan. Pra prej 17 deri në 5 sa, afërsisht 20 e diçka ditë. 20 e diçka ditë, apo më pak, apo më shumë. Sa pa të nhin Islam disa të rinë. Tha duke shku në Hunein, tha e pam një pemë të gjelbër të madhe. Edhe kishin mushrikët një pemë të gjelbër të madhe, që çdo vjet o grumbullonin parath asaj pemë, i varshin shpatat, tharshin kurban në ta, dhe pretendonin se nga kjo pemë e fitojnë bereqetin apo nga dhënimin e luftra. Tha duke shku andej, i thanë pejgamberit Allahut, ja Rasulallah, na përcakto dhe neve një pemë, si që kanë mushrikat një pemë. Na i banë dhe neve, një pemë të shenjtë, që grumbullomin janë në vit, vimi varmi shpatat, thermi kurban, i veprojmë ato që cilët i kanë vepru gjahiljet. Ta pejgamberi Allahut, Allahu Akbar. Keni thonën, apo keni kërku atë që e kanë kërku ben Israilët nga Musaj. I gjall lena ilahen kema lehum alihe. Në ban neve një zotë si kur kanë ata zota. Me gjitha ata pejgamberi Allahut i arsjetoj për shkak pa dijes së tyre, nga se ishin të ri në Islam. Me gjitha ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e usprahu dhe në këtë aspekt prej shokëve të tij, e pastaj u drejtu për në Taif. Pejgamberi Allahut ku beni Thaqif, gjithashtu patën shpallën luft pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Izolon pejgamberi Allahut disa ditë, ende pasuria e Huneinit pa unda. Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lën Taifin dhe kthehet, edhe fillon të ndan pasurin e grumbulluar nga lufta e Huneinit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht i jep pasuri atinve që janë të ri në Islam, për t'ia forcu dinin atyre. Ebu Sufjani që ja jep 100 deve, Safwan ibn Umayya 100 deve, Uyayna ibn His 100 deve, Aqra ibn Habis 100 deve. Jep pejgamberi Allahut padhim derisa thojnë këtë arabët mbledhen te pejgamberi Allahut bemu, derisa thojnë ecni shkoni te Muhamedi se po i ipke pasuri që s'po ju frikë fukarallëkit. Si frikët pejgamberi Allahut. Filloi pejgamberi Allahut t'i jape me kazve që patën kalu në Islam disa ditë më parë, e kur e panë ensarët se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po jep pasuri me kazve, e këtë shkoptuan dhe filluan në nefsin e tyre të nin se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po lakmon ka fisi vet ka me kasit. Para ta Sa'd ibn Ubad hin te pejgamberi Allah dhe thot ja Rasulallah, ensarët
kanë një diçka të keqe në shpirtin e tyre. Çka? Tha për çka këse ke fillu pasurin me ndan, ke fillu pasurin me ndan mesin e Mekazve, dhe po thojnë Ensarët, pse neve s'po na jep vetëm atyrën. Atëre pejgamberi Allahu tha ja Saad, a din, tha jo vallah, tha unë nuk dishoj, tha mirë po, tha unë po e përceli atë që e ndihen Ensarët, tha tu bëj Ensarët. I to bëj Saad ibn Ubade Ensarët, i to bon dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mon një fjalim dhe i drejtohet dhe thot: ja Ensar, o ndihmëtar, a nuk ju kam gjetë të humbur, Allahu ju udhëzoi me mu, a nuk ishit të varfër, Allahu ju basuroi me mu, a nuk ishit të ndar, a nuk ju grumbulloi dhe ju bashkoi Allahu me mu. Ensarët thanë, kjo mirësi takon Allahu dhe të dërguarit e tij. Ta folni Ensar, a nuk ish kështu? Tha ndoshta keni të drejtë të thoni, edhe nëse o thoni ju besohet, mund të thoni, të më kritikoni dhe të thoni, ke arpe një vendit të kanë përgënjeshtru ne të besuam. Ata të përgënjeshtruan ne të besuam. Ata të tradhtuan ne të ndihmuam. Ata të dëbuan ne të strehuam. Ata të varfëruam ne të banëm vend banim dhe strehim të këne. Ta keni të drejtë të thoni. Ta në Allahu ti takon mirësi dhe të dërguarit Allahut. Tha ja mashal Ensar, apo e nini vetën keq pëse i kam dhonë pasuri atinve me afërcu imanin? Tha apo e nini vetën keq që i kam lonë ata të afërcojnë imanin me pasurin e kësaj dhunjaje, ndërsa ju të pasuroni, të krenoni, të nderoni me pejgamberin tuaj. Tha ja mashal Ensar, tha pasha Allah, mos më paskoni gjëreti, kisha pas qef të jem nga Ensarët. Ensarët filluan t'i busqeshe fytyrë. Tha ja mashal Ensar, a nuk jeni razi të kënaqur që të qertë të shkojnë me dele dhe deve e të kthemi vendlindje tuaj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të kthemi në vendlindjen tuaj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Ensarët ja nisën me qajtë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasha Allahun, nuk e ndjekin një lugin Ensarët, vetëm do të jem në atë lugin, nuk e ndjekin një rrugë Ensarët, vetëm do të jem me to. Tha Allahumme rhamil Ensar, o Zot më shiroj Ensarët, dhe më shiroj gjemë të Ensarëve, dhe më shiroj gjemë të gjemëve të Ensarëve. Tha qajtën Ensarët derisa i përlotën mjekrat e tyre. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i qetësoi Ensarët. A do të thotë se i qetësoi Ensarët, i qetësoi të gjithë dhe munafikat, nuk mundi t'i qetësoi ata. Pejgamberi Allahut ishte duke nda, erdhul Khuwaisira, Khawariji i parë, që erdhte pejgamberi Allahut, po e shoh pejgamberi Allahut duke nda, po i thot ja Muhammed i'dil fa innaka lam ta'dil. O Muhammed, ban drejtësi se si e të bo drejtësi. Ndaje me drejtësi se si e të bo drejtësi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khibtu wa khasirtu in lam a'dil. Kam humb dhe jam poshtru nëse nuk baj drejtësi. Po filan tha nëse nuk baj drejtësi, kush do të bëjë drejtësi? Allahu e më shiroft Musajn, i cili u sprovu ma shumë se unë, mirë po bani sabër. Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i thohet ban drejtësi. Omer ibn Khattabi thot ja Rasulallah, ma lejo që t'ja këpus kokën këti munafikot. Thot ja Omer leje, nga se prej këti qifti ka me dal njerëz që cilët ju keni me ignoru, keni me nënvlerësu leximin tuaj të Kur'anit krahasim me Kur'anin e tyre, keni me nënçmu namazin tuaj pra namazit të tyre, keni me bo, keni ketë dhe ketë. Mirë po tha dalim prej dinit Allahut si del si gjeta prej shtysës. Pejgamberi Allahut akuzohet se nuk ban drejtësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zgjedhur i Allahut sprovohet
nga Dhul Khuwaisira, nga Khawarijët, të cilët e kritikojnë pejgamberin e Allahut duke i thonë, ban drejtësi se si e duke bën drejtësi. Pejgamberi i Allahut nuk ban drejtësi. Kush do të bëjë drejtësi nëse s'ban Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Pra Allah të ndërshëm, kishtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ma i sprovuari që hecin rruzullin toksor, e nëse dikush sprovot me një aspekt prej aspekteve, ne ta kujton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ma i dashuri, ma i zgjedhuri, ma i larti, me gjithata, ma i sprovuari, Allahu i sprovon ata që i don. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu 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 Allah Allahu